Presidenti serb Aleksandar Vučić kritikoi ashpër perëndimin, teksa akuzoi shtetet e mëdha për kolonializim modern të vendeve të vogla, përmes mjeteve jo ushtarake si mediat, OJQ dhe shërbimet sekrete. Duke folur në forumin ndërkombëtar të studentëve në Beograd, ai tha se rendi ligjor ndërkombëtar është fshirë dhe se bota moderne po përballet me kaos dhe standarde të dyfishta. Ai thotë se gjithçka nisi në vitin 1999 me bombardimin e ish Jugosllavisë, që sipas tij ishte një precedent i rrezikshëm që tani po u kthehet si bumerang. Në botën moderne, deri vonë të gjithë i referoheshin një lloj ligji dhe parimesh. Edhe kur i shkelin ato, kishte një detyrim moral për të justifikuar çdo veprim të paligjshëm, për të treguar se gjej një arsye të mjaftueshme për të bërë diçka dhe për ta përshtatur ato me normat ligjore. Sot gjërat janë më keq, sepse nuk ka më justifikime, nuk ka rregulla. Askush nuk po përpiqet të shpjegojë pse dikush sulmoi një vend sovran ose bombardoi dikë.